Pripyat, qyteti Heu Boshatis brenda një dite. Pripyat ishte një qytet në Ukrainë. U ndërtua në vitin 1970. Qyteti kishte mbi 49.000 banor. Ishte shtëpia e punëtorëve të centralit bërthamor të Çernobilit. Më 26 prill 1986 ndodhi katastrofa. Reaktori bërthamor shpërtheu. Radiacioni u përhap në ajër. Banorëve ju tha se do largoheshin vetëm për disa ditë. Ata morën vetëm gjërat më të nevojshme, por nuk u kthyen kurrë. Pripyat u braktis brenda 24 orësh. Shkollat mbetën me libra në banka. Parku i lojrave nuk u përdor kurrë. Orët ndaluan në kohë. Sot, qyteti është i heshtur. Natyra ka pushtuar ndërtesat. Pripyat mbetet një paralajmërim për botën. Një qytet pa njerëz, por plot histori.